update i tretit trimestër. Deshta me më po një video ku ju kallëzoj këtë sena që ka i kom përjetu gjatë këti tretit trimestër. Halo nuk kam mbaru, se kur të mbaron një tretit trimestër, dhe me thonë I'm with my baby, dhe me thonë e njoftoj bibën tem. Halo nuk e na atë qaj e pika, mirë po, i kam 7 muaj e gjysë, dhe me thonë muj më ju kallëzu paka shumë qka jam të përjetu aktualisht. Mërne një kafe, se nështë ako më konë kjo video e gotë. Si që peshene, jam të kupë. Barke mu ka fry sa 7 herë. Të mu do të vetja si kur balen, kur gjo nuk më banë mo. Ka njera as tishat e lirimit nuk më banë, vind ngushta. Kur e shë vetëm që më vind ngushta, du me plas pe i natit, po është okej. Prej fillimit e rëqashti i ku morë 8 kg. Nuk e dia është shumë, ma është pak. Kalëzoni në komente ju sa kilogrami keni morë gjatë 7 zanis. Barke mu ka qa kompletisht ka funde. Nalt ju, ama ka fundi ketë, mu ka qa ketë o bo me ngjyra ngjyra. Edhe kjo është okej, po vazhdoj me ly, po sans po ndryshon. Ku me ndu që në tjera trimestër jam kone lëth, në fakt nuk isha konë heq e lëth. Qëta është i të i treti trimestër, pe kuptoj që qka është vërtet lëdhësia. A besoni qika kur jam konë të i trimestri pari dyte, sen si shkona, lodhja sen si shkon heq, qëta është veç që jam të full me juve, jam mush frim. Dhe me bo pa uza dhe kur fulli, qa që sa e lëth jam, për gjithë shka, e baj një sen të vogël, një pauzë, një sen të vogël, një pauzë. Kejtë senat me pauza, nuk mund është me bo diçka pa ndërprerje ose pa pauza se dik komplet. Dhimbja lukthet nuk mu ka nal heq, bile edhe mazim duke të bon. Edhe oh my gosh kështë e haru, more senin ma nuk di shka me thonë, të i treti trimestër mu ka lajmru, gërqin kam, më del gjumi natën qika, shkoke që kam gërqin në kamëre, a është normale që kësen? Edhe nuk më shlan 5 minuta o ma gërqi, du me dik komplet. Unë jam person që kur një tem s'kom pos gërq, kur e kom përjetu, e kom kuptu, më thonë, okej, tash pe kuptoj pëse njerës po kojshin gati pi gërqet. Treti trimestër ka shumë termina, ekstrem shumë. Qëta është i për momentin i kam veç qëta i kam 10 termine që kanë me ardhë, mrena qësa jove dhe javës tjetër. Do të mu konë 100% e lirë se për ndryshe s'ki shanca, në stop ki termine, kontrola mjekësore, gjak me dhonë, edhe shkoki që e kum dështu atë të shiqerit, do na me bo për sëri, bëllë për britaja, nuk di a kam mja dola ju veç, ka me provu, ama nuk e di a kam mja dola. Bebja po lëviz ekstrem shumë, edhe është një ndjenjë shumë e mirë, ka njëherë e daloj cila është koma, cila është krahi, kur shkelman. E mundësh nuk e di ju nonat e keni dalu, a ju amone e vrejnë fuqin, se a është koma, a është krahi. E liviz ketë komplet në gjitët në bajtë dhe liviz. Shumë interesant. Ta është i liviz edhe kur e vënën lirimi dorën. Fillim nuk ka liviz kur e ke lirimi dorën, po qëta është nështë nuk ka mo ven shumë edhe e ka obligim me liviz non-stop, nuk e di veç. Shumë liviza. Edhe shumë mirë, shumë djenje mirë. Ta është pe presmi momentin kur kena me njoftu bebin ton. Halo jam larkë, si që ta është jam 7 muaj e gjysë. Mirë po bona gati pak nga pak, dhumën edhe pak e kena mbaru, kështu që kallëzoni në komente a keni qenë me bo një room tour. Këto kanë të gjitha simptomat e mia të 7 zanis gjatë i treti trimestër, kallëzoni në komente jo qysh e keni përjetu.